أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل صلاتي وأتم تسليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا falënderimet I takojnë vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala, ai I cili o cilësu me cilësit më të larta, me emrat më të bukur. Ai është krijuesi I gjithësisë, krijuesi I asaj që e shohëm dhe asaj që nuk e shohëm. Ai është Allahu I gjithfuqishmi. Pastaj salatë dhe selamat qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam më të mirë, atë rrugë e cila dërgon drejt atij I cili është I përsosur, drejt Allahut subhanahu wa ta'ala dhe drejt kënaqësisë së Allahut tabaraka wa ta'ala. Robi jeton këtë dynja që ta fitoj kënaqësinë e Zotit tina, për shkak se Allahu azza wa jall e krijoi ato që ta adhuroj vetëm Allahun subhanahu wa ta'ala dhe përmes këtij adhurimi ta arrijë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Jo vetëm të ndalet e kjo pjesë, po Allahu azza wa jall I ja bëri obligim vetes tina që momentin që një rob e arrin kënaqësinë e Allahut subhanahu wa ta'ala, Allahu më e shpërbly ato për këtë përpjekje dhe për këtë arritje të cilën e ka bërë tek Allahu subhanahu wa ta'ala me veprat e robit në këtë dynjë. Prej mirësisë të madhe që Allahu azza wa jall ju ka dhënë robërve, atyre të mirëve, është se u ka lecu atyre veprat e mira. Dhe u çon atyre me laçe, cilat me laçe I ndihmojnë ata, I nxisin ata drejt veprimit të veprave të mira. Drejt veprimit të veprave të mira. Pra, Allahu ja vlerëson veprat e mira, ju çon ndihmues për me vepru ato vepra, I veprojnë robrit ato vepra dhe në fund Allahu I shpërblen për veprimin atyre veprave. Ky është Allahu tebaraka wa taala, ai I cili ka kriju ty dhe mua që ta adhurojmë Allahun, ai I cili është I pajisur me cilësit më të larta, ai I cili është më I fuqishmi, në dorën e tij është fuqia. Në dorë tjera është janë thjesht dur të korrigjume dhe asgjë tjetër. Kurse dora absolute, fuqia absolute është fuqia e Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj dietarët e muslimanëve kanë vazhdu duke folë për çështjen e adhurimit, për shkak se është çështja më e rëndësishme në këtë dynjë. Është çështja më e rëndësishme që robi duhet të shoqërohet dhe të kujdeset me këtë çështje. Pra, çështja e adhurimit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Thon dietarët e Najd për kufizimi I adhurimit. Çka është adhurim tamam? E kemi përmend fjalën e Sheikhul Islam Ibn Taymiyas se çka është adhurim. Mirëpo tash dietarët flasin hala diçka më konkrete, me të kallëzu ty se çka është adhurimi më tamam. Me kuptuar ti tamam adhurimin, pra adhurimi është qëllimi për të cilin ti e krijuar. Tash me kuptu tamam çat qëllimin për të cilin ti ko ke kriju dhe ke arti njëtën e kësaj bote. Qala Sulejman bin Abdullah rahimahullahu ta'ala fi sharhihi ala kitab at-tauhid. Ka thonë Sulejman ibn Abdullah, Allah e mëshiroft, në komentimin e tina duke e komentuar librin Kitab at-Tauhid të Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyah. Ka thonë Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, I bën transmetimet në përkufizimin e adhurimit. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, al-ibada, adhurimi, hiya ta'atullah, është pasimi dhe bindja ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Është pasimi I Allahut subhanahu wa ta'ala bimtithali ma amara bihi ala al-sunati ar-rusul. Duke e praktikue, duke shku pas asajna të cilën Allahu urdhëroi përmes gjuhës së të dërguarve të tina. Pra, adhurimi është pasimi I Allahut, duke shkue pas asaj që Allahu ka urdhëruar përmes gjuhës së pejgamberëve. Për shkak se Allahu azza wa jall nuk e ka dërguar një të dërguar, nuk e ka zbrit, nuk e ka pru një pejgamber të populli I tij, vetëm se e ka urdhëruar u'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. Adhuroni Allahun se nuk ka për juve zot tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka për juve zot tjetër që meriton adhurimin tamam.
që meriton nënshtrimin, që meriton sejdën, që meriton nënshtrimin e zemrës, nënshtrimin e trupit, nënshtrimin e më të lartës, nënshtrimin e gjuhës, përveç se Allahu te bareke ve teala. Ma lakum min ilahin ghayru. Ata zota tjerë çka janë? Ata janë thjesht zota që ju vet i quajtët zota. Bele ju vet u anxhitet edhe emrat atyre. Vet i quajtët ju ata, sikurse ishte Lati, Menati, Uzza, Hubeli e kështu me radhë. Zota që i kishin mushrikët e Mekës. Si ka mundësi në transmetimet që erdhën disa prej sahabëve, thanë, ka ndodhur që e kemi kujtuar kohën e xahilietit. Dhe njëna prej transmetimeve ishte se dikush prej sahabëve tha, një herë prej herave dolëm në udhim. Ishim në një udhim dhe e kisha harrua Zotin tem të shtëpia. E shikoj e farë gjendje mundët me rahe insani nëse nuk e adhuron Allahun azza wa jall tamam. E kisha harru Zotin tem, Zotin e udhimit e kisha harru të shtëpia. A e kupton? Sa e ulët është kjo? Thot nuk dita që ka me vepru se erdh koha por me adhuru Zotin e udhimit. Thot i mora hurmet që i kisha me veti edhe me hurme i adhash formën e Zotit që e kisha në shtëpi. Pastaj e pyetën sahabët. E pastaj çfarë bëne? Thot pastaj unë tova dhe i hangra hurmet. Kjo ishte gjendja para Islamit. Kur erdhi Islami jo vetëm që ty të nënshtron tek Allahu subhanahu wa taala, jo vetëm që të mëson ty që ti jesh i nënshtruar vetëm se për Allahun azza wa jall, po të mëson se që kjo është qëllimi i krijimit ton. Të mëson se ku ti me e mor energjinë tamam, ku ti me uni njeri bash tamam, me uni insan tamam. Dhe të mëson se përmes këtij nënshtrimi vjen krenaria, të cilën krenari Allahu e ka premtuar për robët e tij. Al-izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Se krenaria është e Allahut azza jall. Krenaria është për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, wa lil mu'minin. Krenaria është edhe për besimtarët, ata të cilët i nënshtrohen Allahut subhanahu wa taala. I nënshtrohen Allahut në adhurim. E adhurojnë Allahun subhanahu wa taala të vetëm pa shoq. E adhurojnë Allahun azza jall me zemrat e tyre, me gjuhët e tyre dhe me gjymtyrët e tyre. Pra i nënshtrohen Allahut subhanahu wa taala, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Në Islam tamam të nënshtruar për shkak se Allah azza jall nuk pranon fe tjetër përveç se Islamit. Feja vetëm e pranuar te Allah azza jall është Islami. Dhe thot Sheikhul Islam ibn Taymiyah po ashtu, al-ibada, adhurimi është ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, se është emër i përgjithshëm i krejt asajna që Allahu subhanahu wa taala e don dhe është i kënaqur me ta, min al-aqwali wal a'mali al-batina wal zahira, prej fjalëve dhe veprave atyre të fshehta dhe atyre të hapta. Pastaj thot Sheikhul Islam Ibn Qayyim rahimahullahu taala, thot kështu, wa madaruha, pra ajo pjesa, ai rrethi i adhurimit, se çka përfshin adhurimi, çka hin në çështjen e adhurimit, ala 15 qa'idatin. Pra janë 15 çështje, 15 rregulla tamam që hyn në çështjen e adhurimit. 15 rregulla. Tash kemi fillu me përkufizue pak më detajisht çështjen e adhurimit, që më pasi halomat let. Thot Ibn Qayyim rahimahullahu taala, men kammalaha kammala maratib al-ubudiyya. Kush i plotson gjitho 15 e ka plotsuar tamam adhurimin për Allahun subhanahu wa taala. Wa bayanu dhalik, asarimi kësajna thot është an al-ibadata munqasimatun ala al-qalbi wal lisani wal jawarih. Dijese adhurimi është i ndar në zemër, është i ndar në gjuhë dhe është i ndar në veprat e robit, të cilat vepra i vepron. Wal ahkamu allati lil ubudiyyati 5. Hukmet e adhurimit janë 5. 5 hukme të adhurimit. Tash majnë men. 5 hukme janë që Allahu azza wa jalla i ka pru për adhurimin. Wajib, obligim, mustahab, e pëlqyeshme, haram, haram e ndalume, makruh, e urrejtur, dhe mubah, e lejume. As haram, as halal. Diçka e cila është mes halalit dhe haramit. Mes halalit dhe haramit. 5 çështje. Qëto 5 çështje, kur dalin tek gjuha,
kur dalin tek gjymtyrët dhe kur dalin tek zemra, atëherë 5 herë 3 bojnë 15 çështje. Kush i plotson këto 15 çështje e ka plotsuar adhurimin për Allahun subhanahu wa taala. Kush mangson në këto çështje e ka hukmin e asaj të cilës e ka mangësuar. E ka hukmin e asaj të cilës e ka mangësuar. Nëse ka mangësuar në bazat e fjalës la ilaha illallah, në usuluddin, atëherë nuk ka lejes në këtë çështje. Edhe nuk ka arsyetim në çështjen e usulit, në çështjen bazë, nuk ka arsyetim në fjalën la ilaha illallah. Ai që prek në fjalën la ilaha illallah, ai që rënon diçka në fjalën la ilaha illallah, ka rënu në fejen e tina. E ka rënu fejen e tina. Fjala la ilaha illallah i ka 7 kushte. Nëse nuk gjendet njëri prej kushteve të fjalës la ilaha illallah, nuk është plotësuar e fjalë. Nuk e shtin robin në islam. Nuk e shtin robin në islam ajo e cila është e mangët. Një qelc i thjesht, i një dere shumë të thjesht, nëse ati qelci i mungon një dham, nëse ati qelci ju ka gry një dham, ju ka hangër një dham, qaj qelc nuk arrin me e qel një derë të kësaj dynjaje. Qysh po mendon ti që me mangësit e kësaj dynjaje, aq të mangët jem, aq mangësi të regojmë në adhurime për Allahun azza xal. Me të regu mangësi edhe në usuluddin, në çështjen bazë, në fjalën la ilaha illallah, edhe pastaj me qatë qelcin e mangët, me shku edhe me hap diçka e cila është e përsosur. A bën kështu? A ndodh kjo? A ndodh kjo? Do më thonë, diçka e cila është që as kur syni s'ta ka pa tyje. është premtimi Allahut për mu, për ty, për njerëzit. Veç a dën me unis drejt premtimit Allahut azza xal. Ma la aynun ra'at, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, diçka që kur syni s'ta ka pa. As kur veshi yt s'ka ndëgju diçka më të mirë. As kur organizmi yt s'ka shiju diçka më të këndshme se sa ajo që është në xhenetet e Allahut azza xal. Pra, pas kanë me hangër diçka prej ushqimeve xhenetlit, e pas ka me ardh prap një qasi ushqimi, e kanë me thonë njerë xhenetlit, kanë me thonë, sikur që kjo ushqim hangrëm pak më herët, Allah azza xal thot, ju dokat atyne që kanë hangrë, sikur se qaj ushqim. Sa herë vjen ma i mirë, sa herë vjen ma i sheshëm, sa herë vjen diçka shumë ma e madhe, e ma e madhja, dhe ma e dashura për besimtarin, për syt e tina, për zemrën e tina, është shikimin e fytyrën e Allahut subhanahu wa taala. A ka mundësi me shikue në fytyrën e Allahut subhanahu wa taala ai i cili nuk fal namaz? A ka mundësi me shikue në fytyrën e Allahut azza wa xal ai i cili nuk e ka nënshtruar asnjë gjymtyr tina për Allahun azza wa xal, as zemrën e tij, as gjuhën e tij, as trupin e tij, ai i cili është tregu koprac me Allahun? Si ka mundësi me u tregu e robi koprac me Allahun këtë dynja, e pasaj po kërkon robi që tjetë Allahu azza wa xal i gjymert me ta ditën e gjykimit, që t'ja falë Allahu atina, Allahu azza wa xal falë shumë. Mirë po nuk falë Allahu subhanahu wa taala që t'i preket ati diçka në adhurim. Është e drejt vetëm me Allahut azza wa xal. Nuk është e drejt e askujt. Andaj, çështjet e adhurimit mos i kshir vetëm shkeleshko. Mos i ndëgjo vetëm shkeleshko. Nuk falë Allahu azza wa xal në çështjet e adhurimit. Nuk lejon Allahu azza wa xal që me u prek në ata kufi. Ruja Allahun këta kufi, Allahu trun në kufit e tjerë. Ruja Allahun azza wa xal në kufit e adhurimit tamam. Kur ti nënshtrohesh Allahut, nënshtroju tamam. Kur të bëjsh vepra të adhurimit, bëni tamam. Bëni për Allahun azza wa xal. Bëni me zemër, bëni me gjuhë, bëni me vepër. Për shkak se kështu dhe për këta jemi krijuar dhe kemi ardhur në jetën e kësaj bote. Wa qala al-Qurtubi, thot Imam Qurtubiu rahimahullahu ta'ala, aslu al-ibada, baza e adhurimit, at-tadhallul wal khudu, është nënshtrueshmëria, është përullësia e shpirtit dhe përullësia e trupit. Me qenë i përullur në çështjen shpirtërore, ato e cila është e brendshme, dhe me qenë i përullur në çështjen në të dukshmën tona, me u përull para Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa summiyat wadhaifu ash-shar'i 'ala al-mukallafin ibadat. Krejt obligimet që i kanë robrit janë quajt ibadete,
për shkak se li'annahum yaltazimunaha wa yaf'alunaha khadi'ina mutadhallilina lillahi azza wa jall. Për shkak se ata jipën pasyre, i përsosin ato, i veprojnë ato duke qenë të përulur në çështjen shpirtërore dhe në çështjen e trupit, asaj që duket vetëm se për Allahun azza wa jall. Pra ajo e cila qenë ka me përulsinë e plot, ajo qenë ka adhurim dhe ajo duhet jetë vetëm se për Allahun subhanahu wa ta'ala. Pastaj thot Ibn Kathiri rahimahullahu ta'ala, adhurimi, sa i përket adhurimit në çështjen e shariatit Allahut subhanahu wa ta'ala, ibara amma yajma'u kamal al-mahabbati wal-khudu'i wal-khawf. Thot është rregull, është çështje e cila i përfshin në vete plotësimin e dashurisë, plotësimin e nënshtroshmërisë, përulësisë dhe plotësimin duke e plotësuar frikën vetëm se për Allahun subhanahu wa ta'ala. Kjo është adhurim. Pra, me e pas dashurinë e plot, me e pas përulësinë, me qenë i përulur, i nënshtruar dhe me qenë me frikë të plot për Allahun subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu azza wa jall: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." O ju njerëz, nuk i ka krijuar Allahu azza wa jall gjend e as njerëzit për diçka tjetër vetëm se që ta adhurojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Thot Ibn Kathiri, e kuptimi i këtij ajetit është an Allah tabaraka wa ta'ala akhbara annahu ma khalaqa al-insa wal jinna illa li'ibadatihi. Se Allah azza wa jall ka treguar edhe po na tregon këtë ajet kuranor se nuk si ka kriju Allah azza wa jall xhenat e as njerëzit për diçka tjetër vetëm se që ta adhurojnë Allahun azza wa jall. Fa hadha huwa hikmatun fi khalqihim. Pra, kjo është hikmeti, kjo është urtësia në krijimin e tyre. Në Islam, në çështjen e Allahut azza wa jall, çdo obligim e ka urtësinë e tij. Çdo krijim e ka urtësinë e tij. Çdo haram ndales e ka urtësinë e tij. Allah azza wa jall s'ka kriju diçka pa urtësi. Nuk ka pru Allah azza wa jall në këtë dynjë diçka vetëm se e ka urtësinë e vet. E çështja e krejt krijimit është ta adhurojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Është transmetuar në Israeliate se Musa alayhis salam i pas ka kërkuar Allahut azza wa jall: "O Zoti jam, më mundso që të kujdesem për një krijesë tonën, që ta furnizoj unë një krijesë tonën." Dhe Allah azza wa jall i thot Musa alayhis salam që të dalë në Bregdet. Dil në Bregdet dhe vetëm shiko. Dil të zalli i detit, nalu që aty, edhe këshyrë se çka po ndodh. Dal Musa alayhis salam në Bregdet dhe pret se çka po ndodh në ngjarja të cilën Allah azza wa jall i tha veç shikoti. Po vjen një zog prej mesit detit, prej larg detit atje shumë. Në gojën e tina e kish pas një shkop të vogël, një dru të vogël, një lloj druni. Erdh edhe e pruni te kam te Musa alayhis salam. Pastaj erdh një zog tjetër, një lloj i shpesve, erdh tjetri dhe e mor ato te kam te Musa alayhis salam dhe u nis drejt kodrës. Kur arritin kodrë atje, e latje. Dhe Allah azza wa jalla e pyeti Musën: "A e pave këtë ngjarje?" Thot Musa alayhis salam: "Po." Thot: "Tash po tregoj në ty. Është atje në kodër një gjarpën i verbër, i cili nuk ushqehet vetëm se me atë drunin, me atë pjesën e vogël. Thot, kurse këta dy shpesd, ky e ka obligim me marr prej qitu, e me çun kodër, kurse ai tjetri e ka obligim me marr prej gjysës detit, se atje në gjysë detit që ky druni i vogël krijohet dhe formohet vetëm se në fund detit atje. Atje në fund detit është një lloj i peshkit i cili e nuk ata poshtë, e çat përmi ujë, shkon ky zogi, e merr bën çto ky tjetri ja çon ushqimin atje. O Musa, a ki mundësi me e bëu çto? A ki mundësi me e bëu çet lloj furnizimi? Allah azza wa jall s'ka kriju diçka kot, asnjëherë. Gjithçka çka është e kriju me ka një urtësi vetëm. E urtësia e krijimit tam dhe tamin është ta adhurojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe jo vetëm kaq. Po në adhurim mos ti përshkruajmë Allahut azza wa jall or ta kri. As mos ta adhurojmë dika tjetër përveç se Allahun tebaraka wa ta'ala. Pastaj vazhdon Ibn Kathiri rahimahullahu ta'ala duke thënë: "Walam yurid minhum ma
turiduhu as-sada min abidiha min al-i'anati lahum bir-rizqi wal-it'am. Thot Allah azza jalla ka urdhëruar njerëzit dhe xhenat që ata adhurojnë Allahun azza jalla dhe nuk don diçka tjetër Allahu prej tyre, as nuk don që ta ndihmojnë ata në asgjë se Allahu s'ka nevojë me ndihmuar kurrë. Nuk don Allahu azza jalla sikurse mbretërit, sikurse pushtetarët që dojnë prej robërve të tyre që të ndihmojnë atyre në rrezik dhe në ushqim. Nuk e lyp Allahu azza jalla këto prej njerëzve, asnjëherë hiç, as prej gjinëve. Allahu azza jalla është i patmeta. Allahu azza jalla është i panevojshëm. Ai është absoluti. Pra, njerëzit e lypin ato, e dojnë ato, për shkak se janë me tmeta, janë të kufizuar në mundësitë e tyre. Thot Allahu azza jalla: "Qul a ghayra Allahi attakhidhu waliyan." Thuaj, a përveç Allahut subhanahu wa taala të marr mbrojtës për mua? Fatira as-samawati wal-ard, wa huwa yut'imu wa la yut'am. Krijuesi i qiejve dhe i tokës, ai i cili i ushqen të gjithë, mirë po vetë nuk ushqehet, se s'ka nevojë për ushqim. Ky është Allahu subhanahu wa taala. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam. Thuaju atyre se un jam urdhëruar që të jem i pari prej atyre që janë të nënshtruar përveç te Allahu subhanahu wa taala. Wala takunanna min al-mushrikin. Dhe asnjëherë mos e bëni prej mushrikëve. Keni frikë Allahun azza jall dhe nënshtrojeni vetëm Allahut subhanahu wa taala dhe asnjëherë mos e bëni prej idhujtarëve, ata të cilët as vet nuk e dinë se ka me kanë Zot. E pyeti pejgamberi alayhis salam njërin prej mushrikëve. I tha, sa zotë ja adhuron ti? Tha, 5 zotë ja adhuroj. Mirë po tha, kur të vinë vështirësitë, kur dridhet toka, kur jem det e ngritën valt, kur bjen shi, kur fryn era shumë, kur e kap të merri tokën, ka na adhuron në ato momente. Kur të vinë vështirësitë ty, ka kthehesh ti? Tha, ka ai i cili është në qiell. Për shkak se zemra është krijuar që ti nënshtrohet atij. Mirë po njerëzit me devijimet e tyre, me ndëgjimin që ja bojnë nefsit, epsheve, njerëzve, ndikimeve, me ndikimet e tyre, ndikojnë tek zemra dhe e devijojnë rrugën e saj. Wallahi sikur të lihen zemrat të qeta, do ta gjejnë Allahun vetvetiu. Sikur njerëzit mos ndikonin në zemrat e tyre me ndikimet e shejtanit, do ta gjenin Allahun subhanahu wa taala dhe do ta adhuronin Allahun tebaraka wa taala një të vetëm. Pastaj thot Ibn Kathiri rahimahullahu taala, adhurim është ta'atuhu bi fi'l al-ma'mur. Thot është adhurim pasimi i Allahut azza jall në veprimin e të obliguarës, në ato që ka obliguar Allahu azza jall, wa tarkul mahdhur, dhe në lënien e asaj që Allahu azza jall e ka thujt haram. Wa dhalika huwa haqiqatu ad-din al-islam. Thot dije se kjo është e vërteta e fesë islame. Veprimi i asaj që ka urdhëruar Allahu azza jall dhe ndalimi prej asaj që ka ndalu Allahu subhanahu wa taala, li anna ma'na al-islam, për shkak se kuptimi i fjalës islam, i emrit islam, huwa al-istislamu lillahi tabaraka wa taala, është nënshtrueshmëria vetëm se për Allahun subhanahu wa taala, al-mutadammin, i cili nënshtrim përfshin në vete ghayat al-inqiyadi, kulmin e qëllimit të ngritjes me vepër për Allahun azza jall, fi ghayati dhulli wal khudu, në kulmin e qëllimit të përulësisë shpirtërore dhe për ulësisë dhe nënshtrimit të trupit. Pra, kulmi i ngritjes, kulmi i qëllimit me u ngrit me vepra për Allahun azza jall, me kulmin e nënshtrueshmërisë asaj të brendshme dhe asaj të jashtme. Ky është adhurim. Pra me këta adhurohet Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Mujahidi në kuptimin e ajetit kuranor, wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Thot Mujahidi, illa la amurahum wa anhahum. Thot kuptimi i saj është vetëm se do t'i urdhëroj ata dhe do t'i ndaloj ata. Pra do t'i urdhëroj ata në veprat e mira dhe do t'i ndaloj ata nga veprat e këqija. Islami nuk urdhëron diçka vetëm se në ta ka hikmet madh, vetëm se në ta ka mirësi të madh, vetëm se në ta ka bereqet madh. Islami është feja e Allahut azza jall
feja e bereqetit. Fe e cila ka më çu te Allahu, fe e cila ka më çu te xheneti i Allahut, fe e cila ka më ta lehtësue jetën e kësaj bote, fe e cila ka më ta lehtësue natën e varrit, jetën në barzakh, jetën në varreza dhe momentet kur ti do të dalësh para Allahut azza wa jall. Nuk ka dikush që ka më i shpëtue momenteve para Allahut te baraka wa taala. Lum për ata, i cili është nis drejt Allahut azza wa jall me islam të pastërt. Lum për ata i cili është nis me nënshtroshmëri të brendshme dhe të jashtme, vetëm se për Allahun te baraka wa taala. Lum për ata, për shkak se ata e pret premtimi i Allahut azza wa jall, e Allahu nuk i them premtimet. Premtimi i Allahut është hak dhe Allahu është ai i cili më së miri i mon premtimet e tina. Premtimi i Allahut është xheneti i Allahut azza wa jall. Premtimi i Allahut është kënaqësia e Allahut subhanahu wa taala. Allahu na mësoft që me taku Allahun azza wa jall, ai duke qenë i kënaqur me neve ya rabbel alamin. Allahu na rujt imanin në këtë kohë ya rabbel alamin. Allahu na mësoft që të qëndrojmë në të vërtetën dhe të thrasim drejt asaj sa të jem gjallë dhe vetëm se në kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين. آمين.